nga ajo që partia më e madhe fituese shqiptare, padrejtësisht sot nuk është në vendimarrje. Padrejtësisht nuk është në vendimarrje. Kjo është njëjtë, e kemi diskutuar edhe më herët, si në Kosovë, si në ish Jugosllavi, që Slobodan Miloševići përcaktonte preferuarit e vet, përkthyerit e vet si përfaqësues shqiptarëve. I kemi përmend edhe Sinan Hasanin, edhe Raman Morinën, edhe Sejdo Bajramovićin, edhe Ali Shukrin, po të paktën atëherë nuk ka patur zgjedhje, atëherë shqiptarët kanë supozu se Raman Morina nuk më përfaqëson mu. Sot kemi zgjedhje dhe gjithë e dinë rezultatin zgjedhor dhe gjithë opinioni është i bindur se këta nuk kanë legjitimitet. Këta nuk mund të jenë përfaqësues, nuk mund të jenë reprezent të shqiptarëve dhe që ndrojnë në pushtet pa kurfar kurrizi dhe fatkeqësisht populli po e paguan kostën, shteti po e paguan kostën, ndërsa BDI është në ditët e veta më të mira. Pra matit e fundit opinionit, që ose më lejon këtë drejtim vetëm të theksoj, tregojnë se BDI qëndron edhe më mirë se sa në vitin 2002. Me njëherë kur u themelua pas luftës së lavdishme të ushtrisë shlirimtare kombëtare. Edhe më mirë. Edhe më mirë. Okej.